Po pra, Olir. Ky sistem në teoritë e sociologjike të sistemi thot punon not ditë vetëm për një gjë, që të ushqej veten dhe ta marrë veten në fuqi, në pushtet. Dhe sistemi tashmë çfarë ashtu po? Është natë ditë punon për të mbajtur gjallë gënjeshtrën, sigurisht Sali Berisha është opozit. Dhe nëpërmjet kësaj pengon çdo opozitë të re që lini ti bëj opozitë Ramës. Po ku është kjo opozitë e re? E pengon sistemin. Ku është? Ta shohim mirë, ta shohim fytyrën ku është. Nëse Sali Berisha do bjerë sot, Partia Demokratike do mbyllet, që sot do lindi opozitë e re, sepse vakumin politika nuk e pranon. Problemi është që kjo opozitë, kështu siç është, kjo opozitë falso, duhet majtë në kom, sepse për ndryshën a lindë opozitë e re. Me gjithë lind, se ishe kjo dhjetori. A lindi 19 në opozita? Ja, prit, ka hiqë. A lindi 19? Qa rezultati ke? Pra nuk lindin në mënyrë organike. E mori pushtetin, gjithsesi e mori. Jo, çi pushtet morë, më po themi ata. Pushtet më po do erdhi. Po erdhi mos e do vite, ishte bë kontrata. Po pra. Me çfarë erdhi? Po jo, më nuk e po shtuar marron misionin. Po jo, ato që njerëzit, pra vakumi nuk pranohet, do mushet. Dhe opozita do vinë që do vim në të njëjtin rreth vicioz pastaj, sepse e di pse ta thash. Po jo, tash orda tani